Mirë mëngjesë të dashur peshor. Do bëjmë një mesazh për ju, uroj të jeni mirë dhe të jetë mesazhi mirë, të shohim the star. Ylli të dashur është konkretisht në fakt është shërim. Në çfarë do lloj ndonjëherë dhe thyhemi, zhgënjehemi dhe është ky ylli që jep, rikthen shpresën tek ne, besimin, qëllimin, absolutisht. Pas një periudhe të vështirë të dashur peshor, po vjen koha e një lloj qetësie, frymëzimi dhe një lloj rikuperimi. Sikur jeni karikuar, ta them apo rigjeneruar me një farë mënyrë pas diçkaje që ka qenë e vështirë. Kjo le të shpesh vjen, siç thash, pas një kohe sfiduese, me bllokime, me sfida, shqetësime, probleme të ndryshme, dhe për ta thënë butë, sfida. Kanë qenë kogja ju kanë cvilitur, ta them kështu. Dhe në praktikën, në kupton, jemi duke shëruar nga një plagë emocionale apo ndonjë periudhë kogja e errët në jetën e juaj, dhe një energji e re. Ylli është realizim ëndrash, sikur po përmbushesh, frymëzim dhe sikur ambicie, sikur kur ta ndezim makinën aty motorët fillojnë, dhe sikur në atë kuptim po rindizeni të dashur peshor, dhe uroj për të gjitha këtë mesazh që të përshtatet me ju.